Përshëndetje të dashur miq, këtu kam sallatë me bishtaja të verdha. Një super recetë që përgatitet për 10 minuta. Me që është shumë vap, thash një sallatë të ftohtë sot. Shumë e thjeshtë kjo, në një tenxhere pak krip, pak ujë, ziejmë bishtajat. Këto bishtaja dje i përgatita gjysma gjellë dhe gjysma sos sallatë. I vendosim në një pjatë, një vezë të zjerë e thërmojmë. Doli vërtet fantastike, provojeni. Një vezë e lem të njëjtë, ka pak bukuri, disa ullinj, shpejt. Disa domate, japi pak ngjyrë pjatës, ka lezet. Pak krip, pak piper. Lëngun e një limoni. Vaj një ovën fillim, edhe kur thot deli çfarë ta ashtë me sy. Nëse e provoni ju bëf të mirë. Mirupafshim.